jem të suksesshëm dhe të mbar. Zoti Veliu është e vërtet që ka pas dhe ka një kontribut gjatë në LDK, dhe çdo mungesë edhe zotit Veliu, edhe qoftë edhe një individi ose një personi tjetër është ma pak me në LDK-s se sa me atë individ ose me atë person ose figur mbrana LDK-s. Në këtë kuptim ka qenë bashkëpunim i sinqert dhe ka qenë thirrje shumë e sinqert për të bashkuar. Prandaj falë kësaj thirrje për bashkëpunim e pam edhe bashkimin e madh dhe rikthimin e zonjës Osmani. Mos të harrojmë, kurorëzime personale në politikë nuk duhet të ketë. Duhet të ketë projekte, kompromise dhe vizionet cilat mund të dërgohen duke bashkëpunuar dhe duke ndihmuar njëri tjetrin. Pra, nuk është patjetër me pas atë dashnin, ajo është vlerështuar, por është